Në Kroaci është një zonë që quhet Zar, për ju që duhet ta dini, arbëreshët e Zarës. Në Serbi ka popullsi që flasin shqip akoma, që janë me përjardhje shqiptare. Në Maqedoni të Veriut ka shqiptar, në Greqi ka shqiptar, në Bullgari është një zonë që quhet Modrica, është e banuar me 90% shqiptar. Në Turqi ka 7 milion shqiptar, 22 milion e popullit turk janë me përjardhje shqiptare. Përtej Turqisë në Siri ka grupe 5000 deri në 10.000. Ti mbaj edhe unë shënim. Në Turqi sa janë? 7 milion. 22 kanë përjardhje, 22 deri 25 me përjardhje shqiptare. Ke vënë të deklaruar. Ke vënë aktori më i bukur i tyre. Guess what? Po, shqiptar. Si janë të bukur nga natyra, ato ne jemi të bukur nga natyra. Në Egjipt ka Në Egjipt ka shqiptar. Sa kemi në Egjipt? Është një popullsi shumë e vogël, janë 5 deri në 10.000. Kërkoni për gjuhën kopte, është një gjuhë shumë e vjetër, që është një version i egjiptianësh si quhet kopte, që është gegërisht. Është aq e ngjashme me dialektin gegërisht sa nuk e keni ide, domethënë, dhe është që në kohën e faraonëve. Të Italisë, Venecia është krijuar nga shqiptarët, e pranojnë, është një Venecia. Është një ishull në Sardenj, që është një gjuhë që e flasin akoma, që quhet arvareshu. Sa janë në shifra? Më kaq sa kena fol 10.000 deri në 15.000 më 10.000 prap. Këto që kena fol deri tani, nëse bën një hartë në mendjen tote, domethënë kemi fol për Greqinë, për Italinë, poshtme, të sipërme, Maqedoni, Serbi, Turqi, është komplet rrumbullaku i mesdheut, Egjipti poshtë. Tash më thojti mund nëse është rastësi kjo gjë, shqiptarët kanë qenë duke u shujt dhe duke u shpopulluar gjatë gjithë kësaj kohe, dhe ti po më thoj që dikush shkoi me familjen e vet, edhe thjesht bëri 32 fëmijë në Turqi, edhe janë 7 milion tani. 32, si bëri? Se kështu i bita llogarisësh, nëse se thonë emigracioni. Shqiptarët kanë emigruar në këto vende, dhe sigurisht që i lat aty, edhe sigurisht që u bën 7 milion në Turqi. Sipas llogarive që bëj unë, kanë qenë 70 milion dikur dhe ka pas ato cleansing, ato shujtjet e shqiptarëve dhe kanë ngjitur 7 milion tani. Nuk dua ta pres hovin tënd, po është e sigurt pra që flitet shqip kudo në planetin Tokë.